Dikush po përdor fotografi të bebave të sëmura për me të mashtru e me përfitu financiarisht prej teje. Ngoje me kujdes këtë rast edhe ndaje atë pastaj me familjarët që mujnë me qenë të ndihshëm këto raste. Pretendimet të tilla që vinë, pa emër, pa llogari bankare, pa asnjë fakt, vetëm për me përfitu para. Hibrid.info ka analizuar një rast të tillë, ku gjet një postim që ka fotografi të fëmijëve me pretendimin se ka nevojë për ndihmë. Ky rast u gjet i publikuar në shumë grupe në Facebook në gjuhën shqipe me emrin e një llogarie Rena Capo. Pasi e kemi vizituar këtë profil, në të nuk ka asnjë fotografi tjetër përpos këtyre fotografive të fëmijëve. E i vetmi informacion është që ky person jeton në Tiranë. Po hajde të shohim tash se çka zbulum. Në këtë postim, autori nuk e paraqet numrin e xhirollogarisë, me arsyetimin se për momentin gjendet në spital. E Hibrid.info, duke përdorur programin për me gjetë fotografitë që quhet InVid, ka vërtetuar se këta fëmijë janë rës. Informatat e gjetura tregojnë se këto fotografi fillimisht janë publikuar në faqen zyrtare të një fondacioni bamirës në Rusi, gjatë viteve 2020-2021. Këto mashtrime publikohen nga profile të ndryshme, histori të rreme, të dhimbshme, vetëm për të manipulu ty e me përfitu financiarisht prej teje. Si të mos biesh prej e këtyre mashtrimeve? Kontrollo emrin, profilin, burimin, këshir a ka llogari bankare, verifikoj fotografitë, mos dhuro para pa qenë i sigurt, raporto postimet mashtruese. E nëse asnjërin prej tyre nuk mundesh me bo, po thjesht dyshon me një postim që mundet me qenë mashtrues, atëherë dërgo në Hibrid.info e ne e verifikojmë. Për video tjera si kjo, mos harro me bo subscribe Hibridin në YouTube.